Ministri i Brendshëm Sajmir Tahiri miratoi strukturën e re të Policisë së Shtetit, e cila është dërguar në Drejtorinë e Përgjithshme të Policisë. Edhe pse u deklarua se njësia e litë Shqiponja do të shkrijej së bashku me Gardën e Republikës, këto dy struktura vazhdojnë të mbeten pjesë përbërëse e Policisë së Shtetit, ku mund të ketë ndryshime vetëm në emërtesën e Gardës së Republikës. Mësohet se brenda pak ditësh pritet të fillojë zbatimi i kësaj strukture, ku një nga ndryshimet është dhe rikonceptimi i sektorit të ankesave ndaj efektivëve të policisë. Burime pranë Drejtorisë së Përgjithshme të Policisë bën me dije se struktura e re prek dhe denoncimet e qytetarëve. Sipas saj, denoncimet janë prioritare, ku pritet një shtim i sporteleve për marrjen e tyre për të rritur kështu dhe efikasitetin e zbardhjes së ngjarjeve në kohë. Një tjetër ndryshim është dhe bashkimi i repartit për mbrojtjen e dëshmitarëve me atë të mbrojtjes së zyrtarëve në një sektor, ndërkohë që për herë të parë në strukturën e re do të jetë dhe byroja kombëtare e hetimit që varet nga drejtori i Policisë së Shtetit. Për krahas këtyre ndryshimeve, vendimi i Ministrit të Brendshëm prek dukshëm sektorin e studimeve strategjike. Në miratimin e organigramës së re të Policisë së Shtetit shkurtohet numri i punonjësve nga 24 në vetëm 10. Nga ky ndryshim, rreth 14 ish drejtues të parë të Policisë së Shtetit pritet të largohen, ku pas marrjes së detyrës nga Ministri i Brendshëm Sajmir Tahiri, të gjithë ish krerët më të lartë të policisë u transferuan në sektorin e studimeve strategjike.